Në ditën e 17 të muajit të shenjtë të Ramazanit, besimtarët musliman përkujtojnë betejën e Bedrit, një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë islame, ku Muhamedi alayhis salam së bashku me sahabët shënuan një fitore të madhe kundër kundërshtarëve të tyre. Kështu si një nga ndodhitë më të rëndësishme të historisë islame, betejë e Bedrit shënohet tradicionalisht nga Muftinia Gostivarit me program të përgatitur enkas për këtë ndodhi. Muftiu Zendeli në mesazhin e dhënë me këtë rast theksoi se fitoria e Bedrit dëshmon për besimin e palëkundur të sahabëve në Allahun e madhëruar dhe për urtësinë e profetit Muhammed në drejtimin dhe strategjinë e kësaj betejë. Po ashtu nënvizoi se kjo fitore i dha muslimanëve autoritet më të madh në rajon dhe hapi rrugën për përhapjen e mëtejshme të Islamit. Shkaku i kësaj lufte ishte vetë hijreti të cilën e përjetuan, shpërnguljen të cilën e përjetuan sahabët, muslimanët e parë të Mekës. Por e dyta ishte një karavan i madh i tregtisë të cilin e udhëhiqte Ebu Sufjani, ku brenda asaj pasurie ishte vetë pasuria e muslimanëve të cilët ishin shpërngulur në Medinë. E dyta, lufta e Bedrit na tregon gjenialitetin dhe aftësinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në kuptim të strategjisë ushtarake, por mbi të gjitha 2 vitet në Mekë, në Medinë, respektivisht, ishin 2 vitet e një rendi të ri social, një shteti të cilën e formoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku pikë së pari arriti vllazërinë mes muhaxhirëve dhe ensarëve, pajtoi fiset brenda Medines, ishte karta e Medines ajo e cila u dha të drejtë të gjithë komuniteteve dhe besimeve që jetojshin në qytetin e ndritshëm të Medines, por mbi të gjitha, lufta e Bedrit na pasqyron dhe na tregon idealin shumë të lartë dhe besimin e paluhatshëm në Allahun fuqiplot të sahabëve, të atyre besimtarë të cilët besuan Allahun dhe i besuan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kuptoj që me mbështetjet e të madhit Zot dhe me duan e lutjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu ndihmoi. Ndihma e të madhit Zot ishte vetëm për një qëllim, që të vërtetohet e vërteta dhe të shronjoset e kota në mesi i asaj shoqërie politeiste të asaj kohe. Dhe e dita kuptohet se me vetë fitoren në Bedër muslimanët fituan edhe autoritetin brenda fiseve tjera për rreth Medines, por edhe më larg. Një nga mësimet më domethënëse të kësaj ngjarje lidhet edhe me trajtimin e robërve të luftës. Nga 70 robër të kapur, shumë prej tyre mund ta fitonin lirinë, duke u mësuar shkrim leximin 10 personave në Medinë, një praktikë që vlerësohet si një nga shembujt e hershëm të rëndësisë së dijes dhe arsimit në shoqëri. Muftiu Zendeli theksoi se kjo datë si vjet përkon edhe me ditën e mësuesit, duke vlerësuar rolin e mësuesve në edukimin dhe arsimimin e brezave të ri. Në këtë frym, u shpreh urime për të gjithë arsimtarët me dëshirën që vlerat e dijes, drejtësisë dhe të së vërtetës të mbizotrojnë në shoqëri. Lufta e Bedrit na jep shumë mësime, edhe të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i zbatoi në standardet mbi robërit e luftës Bedrit, kur dije se 70 robë, 70 u vranë nga mushrikët, ndërsa 70 u kapën robë, ku një robë për të fituar lirin duheshte ose të paguan, ose të mëson shkrim leximin 10 personave të cilët nuk dishin shkrim lexim në Medinë. Kjo ishte kushti për të fituar lirin. Një kusht për një robër që nuk ishte parë në historinë e njerëzimit dhe ndoshta nuk ishte praktikuar, por për herë të parë këtë e vërtetoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por mbasi jemi te shkrimi dhe leximi, sot shfrytëzoj rastin që edhe 7 marsi është dita e mësues. Ata të cilët gjithçka japin nga vetja e tyre për edukimin dhe arsimimin e brezave.
ata të cilët në një formë, ashtu si që ishte pejgamberi a.s. i dërguar mësues për njerëzimin, ashtu edhe të njëjtët mësuesit tanë, ata të cilët mësojnë shkrimin dhe leximin, sot jo rastësisht edhe dita e Bedrit përkon me datën 7 mars, ku të gjithë mësimdhënësve lejoni që në emër të muftinisë dhe organeve saj, strukturave fetare të teritorit të muftinisë së Gostivarit të uroj këtë ditë madhështore. Lufta e Bedrit është luftë e fitoreve dhe qofshin ditët e Ramazanit, ditë të fitoreve tona. Betejë e Bedrit simbolizon besimin, drejtësinë dhe drejtimin strategjik të muslimanëve në fillimet e Islamit dhe është një model frymëzimi për brezat e ardhshëm.